Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi ko pas kohe në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush ato që në fakt ndoshta nuk komentohen kur në përprajme ose brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndaloj tek një moment që është bërë shumë viral, por edhe mua më ka tërhequr vëmendjen. Natën e mbrëmshme, gjatë kohës kur të gjithë banorët po vallëzonin, domethënë vllau i madh ka lënë një kohë të gjatë muzikë në shtëpi, banorët po argëtoheshin, po vallëzonin, po kërcenin, po kënaqeshin. Gjesti ishte i mërzitur tepër shumë. Ai kishte hyrë në sauna duke vuajtur, domethënë duke njohur energjinë e Gjestit, duke njohur karizmin që ai ka. Në asnjë mënyrë nuk mund ta shohësh Gjestin në atë gjendje dhe duhet shumë të kaloj shpirtërisht që Gjesti të arrijë në atë gjendje. Gjesti ndjeheshte shumë keq, Gjesti po përjetonte momente shumë të vështira brenda asaj shtëpie dhe në një moment teksa kamerat ishin të fokusuara tek Gjesti, por mikrofonët ishin të hapura gjatë bisedës ku Egli po fliste me Kellin, domethënë që me rikthimin e saj Egli po qëndron shumë me Kellin në shtëpi dhe po ndajnë momente shumë të bukura bashkë. Egli i tha Kelly duke qarë që nuk mundem dot më ta lë Gjestin të vuan kështu, nuk mundem dot më ta shoh Gjestin të mërzitur kështu, nuk mundem dot më të përjetoj këtë momentin Gjesti sepse më vjen shumë keq që po e shoh të thyer. Domethënë, aty arrita të kuptoj që ka diçka që po zihet. E para njëherë kjo mund të jetë gjitha një strategji e produksionit që i ka kërkuar Eglit nga jashtë, domethënë a mendsojmë, por ne na futën edhe të dyshojmë nga mënyrën se si banorët po shprehen që ti ta bësh Gjestin sa më shumë të vuash sepse me largimin tuaj ne do kemi më shumë kureshtje dhe do fitojmë më shumë klikime dhe në fakt mua më vjen shumë keq që banorët edhe mbrëm në këtë pikë po e quanin Gjestin viktim kur tjetri ishte i mërzitur. Mund të jetë gjitha kjo një pikpyetje që produksioni mund ta futën Eglin me zor që ti ta bësh këtë lojën dhe ne të fitojmë jashtë. Në anën tjetër mund të jetë ai fakti që Egli tha që unë do të hyj për veten time dhe respekton veten e saj, por brenda zemra i thot krejtësisht gjë tjetër. Në anën tjetër mund të jetë që edhe familja i ka bërë super presion të madh Eglit dhe Egli do vazhdon të jetë vetme në këtë lojë edhe pse nuk mundet dot ta bëj. Domethënë pikpyetjet janë shumë të mëdha, por kjo pjesa u dëgjua dhe më pas produksioni, domethënë e hoqi këtë pjesën edhe nxori menjëherë te Gjesti dhe muzikën që ishte duke u transmetuar në atë moment. Unë nuk dua ta mendoj që produksioni bën vepra të ulta të këtilla, sepse do ta dënoja pafund duke gjykuar dhe duke folur keq për ta, nga që në rast të këtillë e meritojnë, por nuk dua ta besoj fare. Por domethënë publiku dyshon shumë, edhe në për komente shoh shumë komente negative dhe dyshojnë që produksioni ja bën me kastile këtë gjë Gjestit duke manipuluar situatën, por dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë thënie të Eglit dhe si e shikoni ju veprimin e Gjestit, por njëkohësisht edhe si e shikoni ju këtë ndjenjën e Eglit, sepse Egli duket që e do Gjestin shumë, nga që syti ka non stop se ku po shkon Gjesti, çfarë po bë Gjesti, me këri Gjesti, me kë komentoj Gjesti, me kë luan Gjesti, dhe si e mendoni ju se do të mbaroj kjo histori brenda kësaj shtëpie në Big Brother?